Shqipëria luan sot përballë Andorrës në Tiranë ndeshjen e dytë të kualifikueseve të botërorit 2026 me objektivin e vetëm të fitores së 3 pikëve. Trajneri Silvinho ka bërë zgjedhjet e tij duke provuar ndryshime të mëdha. Trajneri nuk ka ndryshuar prapavijën e kuqezinjve në krahasim me ndeshjen me Anglinë, por ka bërë një lëvizje në mesfush duke larguar Ramadanin për t'i bërë vend debutuesit Shehu. Ndërkohë në sulm nuk është asnjë nga titullarët e ndeshjes me Anglinë pasi në krah janë Hoxha dhe Broja me Manaj në qendër të sulmit.